Arrestohet Vladimir Gjuta, 18-vjeçaria plagoset me plumb në hotel, zhduken provat. Një 18 vjeçar është plagosur me armëzjarri në rrethana ende të paqarta për policinë, orët e para të 14 shkurtit në një hotel në pronësi të afërme të dashurit të saj në zonën e Saukut në kryeqytet. Në spital, e reja e identifikuar me emrin Natali Murati, që kishte marrë një plumb të shkues në kraharor, u dërgua nga 2 familjar të dashurit 22 vjeçar. Erislajdo Gjuta i tha punonjësve të policisë se kishin gjetur plagosur në rrugë pranë rreth rrotullimit të fakultetit ekonomik. Ndërsa vetë e lënduara, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën, tha se ishte vetë plagosur. Pas veprimeve të parahetimore, policia ngriti dyshime për një tjetër version të ngjarjes, çka çoi në arrestimin e 2 anëtarëve të familjes Gjuta dhe shpallje në kërkim të 3 të tjerëve të dyshuar për mos kallëzim të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Të arrestuar janë Vladimir Gjuta, xhaxha i të dashurit të 18 vjeçares, person me precedent më parshëm penal, dhe Mirvete Rexhmati Gjuta, nëna e të riut. Në kërkim janë ai vetë dhe Sajmir dhe Elvir Gjuta. Nga hetimi ka rezultuar se vajza ishte plagosur në një nga dhomat e hotelit. E reja pretendoi se kishte qenë vetëm në dhomën e hotelit kur kishte qelluar veten, duke thënë se kishte bërë shumë gabime në jetë. Dyshohet se pasi e kanë gjetur të plagosur, 2 nga anëtarët e familjes Gjuta e kanë dërguar në QSOT, por të porositur të mos tregonin që u plagos në hotel. Nga ana tjetër, dyshohet se Vladimir Gjuta dhe të tjerët kanë pastruar vendin e ngjarjes dhe po ashtu fshehur armën me të cilën është plagosur e reja. Policia vion hetimet për të gjetur armën, por edhe për të saktësuar nëse versioni dhënë nga e reja është i vërtet. I arrestuari Vladimir Gjuta është hetuar në vitin 2015 si organizator i vendosjes së një eksplozivi në farmacinë e babait ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, hetim që u pushua për mungesë provash. Po ashtu ishte të përballur me drejtësinë për dhunë në familje, thyerje të masave të sigurisë, si dhe për lëvizjen me një armë me vete dhe një sasi prej më shumë se 100.000 euro kesh. Gjatë qëndrimit në qeli, ai u përfshi edhe në disa incidente, nga goditja dhe kafshimi i gardianëve të burgut. Në vitin 2017, gjykata e Tiranës urdhëroi kurimin e detyrueshëm të tij në një spital psikiatrik.